kush do t'ja përgjegjësinë nëse takohemi në rrugë pas gjitha atyre kërcënimeve që janë bërë. Gjykata merr vendim dhe ndërpret edhe masën e arrestit shtëpiak, çka për neve si palë e dëmtuar është skandaloze në sistemin e drejtësisë. Se si një akuzuar për kryerjen e këtyre dy veprave kaq të rënda penale gjendet në liri. Një ngjarje e rëndë kishte ndodhur në mbrëmjen e 8 gushtit të vitit 2024 në komunën e Kamenicës. Albin Shabani ishte takuar afër një markete në Kamenicë me Bardhël Prekorozën për të biseduar për disa probleme paraprakë që i kishin pasur mes vete. Por, sipas akuzës të ngritur nga prokuroria themelore në Zilan, pasi që biseda degradon në sharje e ofendime mes palëve, Bardhël Prekoroza në veturën e tij e merr një armë dhe xhuan një herë në drejtim të dëmtuarit Albin Shabani. Për fat, plumbi nuk e godet Albin Shabanin dhe e njëjti ik mes tezgave të tregut aty afër, teksa ndiset nga mbrapa nga Bardhël Prekoroza dhe në një moment kur takohen përleshen fizikisht. Prezenca afërt e policisë në vendin e ngjarjes kishte bërë që Bardhël Prekoroza të ikë me veturë dhe të arratiset për më shumë se një vit nga organet e drejtësisë në Kosovë. Pasi ishte arrestuar me flet arrest ndërkombëtar nga Interpoli dhe ishte ekstraduar për në Kosovë, gjykatësi Naser Maliqi i kishte vendosur të dyshuarit vetëm masën e arrestit shtëpiak. Pas kësaj, i njëjti gjyqtar kishte marrë vendim edhe për heqjen e kësaj mase, ndërsa i dëmtuari Albin Shabani dhe avokati i tij Lirie Kovani kanë deklaruar se sipas informacioneve që kanë, i dyshuari në këtë rast është larguar sërish nga vendi. Për vendimet që mori gjykatësi Naser Maliqi në këtë rast, i cili është përfolur edhe më herët në media për lëshime gjatë punës së tij si gjyqtar, gjykata themelore në Zilan ka kthyer përgjigje të shkurtër për Gazetën Nacionale, duke thënë se është në diskrecionin e gjyqtarit të vendosë për rastin, duke vlerësuar rrethanat. Gjykata ka thënë se nuk kanë të drejtë të komentojnë vendimet e gjyqtarit. Dëgjojeni tutje rrëfimin e të dëmtuarit Albin Shabani dhe avokatës së tij Lirie Kovani. Unë jam Albin Shabani. Jam i dëmtuar në një rast në Kamenicë, ku ka pas probleme për shkak se një person i dyshuar më ka sulmu dhe më ka gjujt me armë zjarri. Rasti ka pas për një mosmarrëveshje të mëhershme për shkak se ka kryer një rast tjetër. Dhe aty jemi takuar në Kamenicë pa paramendim, domethënë nuk e kam thirr apo nuk kam pas qëllime të takoj personin në fjalë. Jeni takuar rastësisht? Jem takuar rastësisht komplet, nuk e kam thirr as nuk e kam kontaktuar në asnjë lloj mënyre. Pasi jemi takuar aty, personi në fjalë ka marrë një armë në veturën e tij dhe më pas ka dalë nga vetura dhe më ka sulmuar me një plomb, ku nuk ka mujt me mrok. Pasi më ka goditur me plomb, ka filluar të më ndjeku dhe jam nalur tek tezgat e pazarit në Kamenicë dhe aty kemi pas një përleshje fizike. Pas kësaj përleshje fizike i dyshumi... Domethënë për me qartësu për opinionin, kur ka gjujt me armë zjarri tek viva fresh që po thoni, nuk ka mujt më usëllu? Jo, nuk ka mujt me mrok. Okej, prej aty ke ik domethënë në kam duke vrapu, ke ik tek tezgat e pazarit. Po, ka qenë dikun një 10 metra 15 larg. Pasi ka filluar përleshja fizike, më ka goditur me kontakt armës dhe pas kësaj ka filluar të ikë drejt veturës, ku më pas ka hyrë veturë dhe është larguar në drejtim panjohur. Po, kush është ky personi i dyshuar? Personi në fjalë është Bardhël Prekoroza. Domethënë keni pas probleme edhe më herët, po s'ka pas diçka të natyrës tillë? Nuk ka pas probleme direkt me mua. Po. Dhe nuk kam kontaktuar as nuk e kam njoft personin në fjalë. Prej atij momenti domethënë jeni përlesh fizikisht, personi në fjalë ka ik? Po, ka ik, ku më pas e kam pa një patrull policisë që ishte afër, që ka filluar me ndjek dhe më pas kam shkuar në stacionin policor në Kamenicë. Po, a kanë mujt me kap policia? Pe informacione nuk kanë mujt me kap në atë ndjekje që kam bërë, nuk kanë mujt me kap personin dhe ka qenë në arrati. Pas kësaj personin... Për sa kohë arrati? Kur ka ndodhur ky rast? 2024? Rasti ka ndodhur në vitin 2024 me 8 gusht, nëse zgaboj ora kon 7. Po, prej asaj kohë ka qëndruar arrati. Po, prej asaj dite deri mendoj më shumë se një kohë 10 muajsh ka qenë në arrati personi, nuk ka mundur të kapej dhe nuk është lajmëruar fare. Po. Gjatë kësaj kohe ka kontaktuar ky person? Më ka kontaktuar mua personalisht, ka përdorur numrat e tjerë të telefonit. Gjithashtu ka dërguar foto se është këtu në Gjilan, edhe pse ka qenë në arrati, ka dërguar foto të cilat i kam dëshmuar në polici. Ka pasur kërcënime të vazhdueshme drejt meje dhe familjes time, ku e kam lajmëruar policin.
Nuk kam shfaq ndonjë agresion, nuk ju kam përgjigjur personit fare, vetëm i kam marrë fakte që më ka dërguar kërcënimet dhe më pas i kam lajmëruar në polici. Po, do më thonë gjatë gjithë kësaj kohe, policia nuk ka mujt me kap. Kur është kap ky person? Ku arrestuar? Ky person është kap me ekstradim ndërkombëtar nga Gjermania dhe është sjellë në Kosovë. Ka pas arrest ndërkombëtar. Po, vitin e 2025 në gusht, me datë nuk jam i saktë. Po, është kap në Gjermani? Po, dhe është ekstraduar në Kosovë. Po. Pas kësaj, ka qëndruar në arrest shtëpiak, do më thonë nuk është dërgu në paraburgim, ka qëndru në arrest shtëpiak deri me datë shqyrtimit fillestar gjyqësor me 15 shtator, ku dhe aty pas mbajtjes së seancës është e njoftuar gjithashtu prokuroria, në fillim kur ka dalë gjykatësi dhe prokuroria, kemi mbetur unë, 2 polic dhe 2 avokatët tonë, ku personi akuzuar duke dalë nga dera përsëri më ka kërcënuar. Është lajmëruar stacioni rajonal në Gjilan, gjithashtu edhe prokuroria që mirret me rastin. Po, edhe sërish pra ja kanë hek mosën arrest shtëpiak? Bas 2 dite, më është njoftuar nga avokatja se masa arresti shtëpiak është hequr, por nuk ka marrë akt vendim direkt avokatja. Po, apo njesh hala i kërcënuar ti edhe familja? Po, dhe gjithashtu jam i shqetësuar për më shumë për familjen, si dhe për mua, sepse kush do t'ja përgjegjësinë nëse takohemi në rrugë pas gjithë atyre kërcënimeve që janë bërë. Edhe avokati Albin Shabanit, Lirie Kovani, ka deklaruar se normalisht që klienti i saj do të ndihet i shqetësuar prej ikjes së të akuzuarit në këtë rast. Ajo ka deklaruar që heqjen e masës së arrestit shtëpiak për të akuzuarin në këtë rast e ka marrë vesh vetëm pasi që prokuroria themelore në Gjilan ka bërë ankesë ndaj vendimit të gjyqtarit Naser Maliqi. Atëherë unë jam Lirie Kovani, përfaqësuese e palës së dëmtuar Albin Shabani. Këtu kemi të bëjmë me një rast që ka ndodhur në vitin 2024 në qytetin e Kamenicës, ku i akuzuar është një person me iniciale B.P, i cili është i dyshuar për 2 vepra penale, vrasje në tentativë, si dhe armbajtje pa leje. Në momentin e kryerjes së këtyre 2 vepra penale, i akuzuar është arratisur. Policia dhe prokuroria kanë bërë të pamundurën për kapjen e tij, mirëpo i njëjti është larguar për në shtetin e Gjermanisë dhe me sa kemi njohuri atje ka qëndruar 1 vit e gjysmë, ndërsa pas prokuroria themelore në Gjilan ka përdorur mekanizma të shumtë si ato kombëtar dhe ndërkombëtar, i njëjti është kapur në shtetin e Gjermanisë me ndihmën e Interpolit dhe është ekstraduar për në shtetin e Kosovës. Pas i njëjti është arrestuar dhe ekstraduar në Kosovë, është mbajtur seanca fillestare, ku gjykata fillimisht e ka caktuar masën e arrestit shtëpiak prej 1 muajsh, dhe pas kësaj e ka vazhduar edhe për 2 muaj të tjerë. Mirëpo me datën 15/09/2025 kemi mbajtur seancën e shqyrtimit fillestar, në të cilën do thotë gjykata pas deklarimeve të avokatit të akuzuarit, gjykata merr vendim dhe ndërpret edhe masën e arrestit shtëpiak, çka për neve si palë e dëmtuar është skandaloze në sistemin e drejtësisë. Nuk kemi pranuar akt vendimin e gjykatës themelore në Gjilan, respektivisht departamentit për krime të rënda për ndërprerjen e kësaj mase, mirëpo vetëm kemi pranuar ankesën, të cilën ka bërë prokuroria themelore në Gjilan, kundër shkelive që ka paraparë për ndërprerjen e kësaj mase të paraburgimit. Edhe ne si palë e dëmtuar kemi bërë ankesë në gjykatën e apelit, po presim që të vijë vendimi. Me sa kemi njohuri, i akuzuari përsëri është kthyer në shtetin e Gjermanisë, sepse atje ka edhe vend qëndrimin. Po, në këtë rast pala e dëmtuar është shumë e shqetësuar për këtë çështje. Kjo është muna me thonë që nga rastet më skandaloze dhe më trishtuese se si një akuzuar për kryerjen e këtyre 2 veprave kaq të rënda penale gjendet në liri.